Kryeministri Edi Rama ka vijuar me rubrikën e tij të përjavshme Sy më sy, kush do të marrë të njëjtë komunikon drejt për drejt me ndjekësit në rrjetin social, duke ju përgjigjur pyetjeve dhe komenteve të tyre. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur një komentuesi që e kritikonte për 12 vitet e qeverisjes. Tash 12 vite çfarë bane? Po si nga ta filloj numërimin ose çfarë bana tash 12 vite? Të them që tash 12 vite e solla bashkë me Partinë Socialiste Shqipërinë në pragun e Bashkimit Evropian, të duket gjë e vogël kjo. Të them që tash 12 vite e nxorëm Shqipërinë nga një grop ku nuk e përfillte njeri dhe kemi bërë një vend që e respektojnë dhe vlerësojnë gjithë. Të them që tash 12 vite kemi ndërtuar 450 shkolla të reja, 53 spitale, për shembull. Se gata kap, si i do. Të flas për 1000 kilometrat e rrugëve kombëtare me standarde europiane që kemi ndërtuar, të filloj të t'i numëroj nga veriu në jug apo i do nga jugu në veri, si i do. Çfarë muhabeti është kjo? Po prandaj pra. Rama më pas kaloi në një takim me pensionistët, ku shpreh se ato që sot i çajnë hallin pensionistëve e kthyen pensionin në një asistencë. Dhe u caktua një tavan 240.000 lekë. Vjetra që ti të hidhesh e përpjet nuk e kaloje do të tavanin pavarësisht se sa sigurime shoqërore kishe. Pra faktikisht pensioni u kthye në asistencë. Nuk ishte pension, ishte asistencë. Dhe ç'a ndodhi? Si dikush që s'kishte kontribute, si Zyshzana, tavani ishte aq. Dhe Zysha ka dalë me tavanin 24.000 lekë. Sot, me indeksime dhe bëra vit pas viti, ka i pension 350 euro. Ndërkohë që Zysha tjetër që ka dalë mbas reformës, se ç'a bëm ne hoqëm tavanin. Dhe ne vendosëm në themelin e skemës pensioneve bazën kontributive. Pra, ti merr një pension në raport me kontributet e tua në sigurinë shoqërore dhe prandaj Zysha tjetër